Mixed Prismus. Sigurisht që dy hapet e partive të mëdha të fushatës elektorale kishin dallimin esencial. Atë dallim I cili sigurisht është midis edhe filozofisë të dy partive. Nuk duhet bëhen tifozi asnjëherës, as kundërshtar I asnjëherës, por që duhet thënë e vërteta ashtu siç është. Te Partia Demokratike jo vetëm që mungon kreativiteti, originaliteti, frymëzimi, po themi, poetik edhe në fushatë elektorale. Mungon aftësia për të hulumtuar, për të ditur se kush është modernia dhe si mund përdoret ajo, kush është ndjenja e një shoqërie, edhe është vetëm ajo që ti percepton, ajo që ti do të çosh, gigantomania jote, dalloheshin qartë. Kur ti bën një narrativ politike e cila është gjithë mblef, gjithë akuza, gjithë sharje, kur nuk ka asgjë tjetër përveç se ky vend ka mbaruar, këtu është qeveri mafjet, këtu është narkoshteti, këtu është krimi, mafia, degradimi, degenerimi, ti nuk ke se si të shkosh drejt një bukurës, nuk mund ta pikturosh atë, nuk mund ta sajosh, nuk mund të kesh një kreativitet I cili sigurisht të shtoj ty pH-in politik në mënyrë të tillë për ta dalluar dhe nga tjetri, për të çuar në vend parë. Krijuan me ato karriket që imitonin Edi Ramën, për herë të parë ju e dini karriket në shesh të ulur I ka përdorur Edi Rama, jo Sali Berisha. Disa figura të stërmëdha, 4-5 vendosura që shëmtonin sheshin pa asnjë lloj arsye. Ca fjalime patetike, po të njëjtat fjalime, tashmë të thëna me I zot plakur, po dhe të njerëzve të cilët sigurisht do t'i referohen një personi. Nuk bënin asgjë tjetër edhe natën, nuk bënin asgjë tjetër vetëm se përsërisnin skena të stërpara me marrëzirat e ulura në karrige, të natë gati me dritat fantesura, pa asnjë lloj për përsërisë edhe herë kreativiteti dhe bukurie. Në anën tjetër pastaj zgjidhet dita. Natë gëzonin gjithë gratë në përsalla nga më të ndryshmet, ju bëhet shërbim atyre për nga ana figurative, zbukurohesh një farë mënyrë hapja e fushatës elektorale me gratë dhe vajzat. Gjetje e cila sigurisht pastaj përbën atë si të them tash jo vetëm tren, po gati të përballë ty që do të çosh një gigantomani, ekranesh idiote që zinin pesh të atij ansambli të mrekullueshëm që kanë mbi fjala korpus universitar, artet edhe shtyllat, kolonat, në mënyrë idiote komplet, në mënyrë të çuditshme se kush I ka sajuar, po sigurisht I kanë përsajuar kur gjithë ditën shajnë me marrëzirat më të mëdha që nxjerrin nga goja, nuk mund të kenë bukurie. E shpjegova më parë, nuk mund të kenë asnjë lloj kreativiteti, asnjë lloj estetike, sepse estetika e tyre ka shkuar për lesh prej kohësh. Okej. Dhe sigurisht përballë kësaj marrëzie vendosen kudo në përsalla një festim me gratë dhe me vajzat. Edhe që në ditën e parë, edhe që në momentin e parë I mund. Sepse sigurisht është në zanatin e Edi Ramës kjo punë. Në ditën e dytë pastaj I jep atë goditjen vdekje prurse, duke organizuar në gjithë qytetet një nisje të gjithë atyre që përfaqësojnë e gjithë Shqipëria, duke mos çuar asnjë flamur partie, iku edhe kjo. Goditje fantastike. Ku aty është flamuri I partisë mbi flamurin e Shqipërisë në një natë, se sigurisht ky është edhe mendimi I Sali Berishës. Absolutisht. Flamuri I partisë ti është mbi flamurin e Shqipërisë. Ato nacionalizmat edhe marrëzirat e tij edhe gomarrëqet me Laçivitën që t'i japi fitore këtij, imagjinote çfarë ku shkon puna. Edhe ja gjetën mirë Latifi thonë tash. Çfarë mund të thonë një njeriu I cili merr përsipër pa ditur gjë. Se mund të sundoj e mund t'i japi mend komunistit të fundit në Evropë. Imagjino çfarë Laçivitet se ku e çon punën një delirant I tillë, pa njohur atë vendin e vogël aty larg me mijëra kilometra Amerikës, pa lidhje me Amerikën, pa lidhje me asnjë lloj demokracie sigurisht amerikane,
dhe pa njohur mirë as bazamendin, as kupolën, as vertikalitetin dhe horizontalitetin e politikës shqiptare, pa njohur komunistat shqiptar fare, absolutisht fare, do të bëjë strategun në Shqipëri ose kompetentin. Ju dihet Barceleta me kompetentin Vlorë, futbollist? Njësoj është, si Lacevita. Okej. E vendos ditën, kthehemi edhe një herë, i vendos ato karriget, vendos ato 12 yjet, din se çfarë përfaqësojnë, vendos edhe një yll veti, japin edhe koncert, qeshin e këndojnë, i lejnë patetizmat në të folur, thjesht gëzohen. Dhe kjo e jep fund përfundimisht marrëzive në krahasim të dy hapjeve kulturalisht të ndryshme, estetikisht në diferencë të jashtëzakonshme, dhe ajo që ka më tepër rëndësi, strategjikisht për dhënë atë që duhet kuptuar të distancës së madhe nga vendi i parë te vendi i dytë. Sepse sigurisht vendi i parë tash më dihet. Problemi është i vendit dytë. Dhe për gjithë këtë vendin e dytë paguan dhe parat për latifin e Lacevitës, dhe sigurisht vendi i dytë është në garë me ato vendet e treta, të cilat synojnë të futen në parlament. Po kurse si të ketë një garë të mirëfillt me vendin e parë. Sepse Partisë Demokratike jo vetëm që i mungon frymëmarrja. Megjithëse ka 12 vjet që bën ndjek mbrapa partinë e majorancës ose socialistët. I mungon frymëmarrja, i mungon kreativiteti, i mungon loja në sulm, edhe në loja në mbrojtje, plus se kanë dhe përçarje në mesfushë e kudo. Nuk kanë as portier, as qendër sulmues. Janë përfaqe të zezë dhe di çfarë ndodh ekipeve të tilla në futboll. Ato ndjekin kundërshtarin kur ai luan. Ato lodhen shumë më tepër. Partia Demokratike lodhet në mënyrë tragjike. Ju kujtohet njëherë kombëtarja jonë kur luan në mënyrë të keqe, të shëmtuar, që vetëm mbrohet, nuk s'ka guximin, sulmoj, nuk s'ka organizim, bët gafa. Ato lodhen më tepër sepse ndjekin kundërshtarin kur ai luan. Lodhen në mënyrë të jashtëzakonshme. Si janë zot ngasin më në fushë. Sepse sigurisht lodhet më tepër ai që ndjek kundërshtarin kur ai është në kulmin e tij fizik, në kulmin e tij taktik, në kulmin e tij të lojës kreative, të lojës të jashtëzakonshme, e cila është fituese. Më vjen keq që e them këtë punë. Absolutisht nuk jam personi që duhet të çojë vlerat e Partisë Socialiste dhe Edi Ramës, por me keqardhje them diferenca shumë e madhe. Nuk është thjesht diferencë 10 deputetësh, është diferencë e jashtëzakonshme që në zgjedhje të fushatës dhe asaj që me të vërtetë tash shkon duke u zbehur, por te ne vazhdon, duhet të jetë që është Evropa, dhe që majmun dhe majmunesha të Edi Ramës gati thonë që nuk është ky destinacioni jonë. Sepse sigurisht e thot Edi Rama, kaq idiot janë, dhe sidomos njëra që i rri afër gjithmonë, e që sigurisht dëgjon gjithë ditën budalliqet e Sali Berisës. Marrëzirat e tija fantastike, të jashtëzakonshme. Dakord miqtë e mi, më vjen keq, po është distancë e jashtëzakonshme. Tashi kanë mbetur, nuk e di sa kanë mbetur 20 e sa ditë, dhe kjo distancë, sipas meje, edhe në vazhdimin e fushatës elektorale, kësaj fushatës zgjedhore deri me datën 11, do të zgjerohet akoma më tepër. Do zgjerohet akoma më tepër dhe do të bëhet po thuaj distanca më e madhe në këto 25 vite e fundit. Dakord miqtë e mi?